Me tha, i harrova burrin dhe harrova vajzën, tha sepse i kisha edhe 5 të tjerë. Dhe isha o zot që shtiru që ta se ata shkun. Dhe më thonë, janë momente të rona, ose rasti është Ismet Hallaçi, i njoftën si Ismet Hallaçi, për që ta dhe e kom shkru Hallaçi i vogël me zemër të madhe, sepse Ismet Aslani është heroj Kosovës, ka qenë komandant i logjistikës në zonën e Llapit, njeriu që me 3 mulle i ka dhonë bukë këtë Kosovës, ka qenë sofra Kosovës. Ai është vrarë me 24 mars 1999, domthon prit nga forcat serbe, çat ditë kur ka filluar bombardimi, domthon 6 orë para fillimit të bombardimit, të njëjtën ditë është vrarë edhe avokati Kelmendi, sepse është vlen me përmend një sen që nuk dihet kur në opinion. Ismet Aslani e ka ndihmu financiarisht avokatin Kelmendi, i ka thonë unë financiarisht qëndroj për mbrapa e ti grumbulluar materialin për gjykimin e Miloševićit në Hagë. Edhe tash është pjesë e historisë që do të me verifiku këtë çështje, sepse qatë natë është vrarë edhe avokati Kelmendi me 2 djemtë e vetë, është vrarë edhe Ismeti. Ismetit ja kanë vrarë ditë edhe 2 vllazën. Ja kanë vrarë Muharremin edhe Nazimin para fëmijëve tyne, para familjarëve tyne. Do të thotë është kemi shumë raste të trishta. Nëse më jepni mundësinë me tregu, është interesant një motër që ka varros 3 vllazën të vet. Të 3 vllazën i ka pas, për fat e ka pas një vëlla në Angli, po 3 vllazën i ka pas, të 3 javë kanë vrarë, të 3 vllazën ja kanë vrarë. Edhe ajo i varros vet. Ajo po. Ajo se atë natë paramilitarët serbë kur i kanë vrarë, i kanë detyruar me varros me një varr masev. Mas 10 ditëve që i kanë varros në atë varr masev, vjen urdhni që do të me nxjerr për varrit masev, nëmën kishe që me i bë identifikimin. Edhe ju japin afat për me i varros për mrena 1 orë 2. Thet me babën që kishte plak, që kishte dhimbje në madhe se i kishte 3 vllazën të humbun, tha unë edhe baba na ndihmoi, tha një fshatar një plak me i hap 3 varre. Edhe unë më dha, tha Zoti fuqi, i hapa unë e bashk 3 varre, edhe tha u mundojsha të qëndroj që baba mos mi sheh lot në sy, ka po çaj për vllazët. Një rast për me tregu, mas 25 viteve, është me një foto atë, mas 25 viteve kër e ku marrë rëfimin e Zejnepe quhet ajo, është tash jashtë në Zvicër, e thiri këtë familjen, edhe tha, du me tregu një sekret që e ku mojtë më sheft 25 vjetë. Në momentin kur i kanë shtinë varrez masive, kryesisht Ashkalit me një 2-3 shqiptar që edhe ata i kanë paraqit që në Ashkali, i kanë varros të vetët, thët një Ashkali më tha, oj motra Zeynep, du më të kallëzu diçka, po të lutem bënu e fort. Thët, derisa na thanë mi varros trupat, une e posh që një vllaj saj më i vogël Sameo, tha e kishte pas një zinxhir në qafë me plak. Tha unë ja hjeka zinxhirin, tha edhe futa në xhep për mos më pa paramilitarët. Po du më ta dhonë ty, tha se është i Samiot. Tha unë e mojta më sheft një 2-3 javë, një muj ditë nuk e tregova zinxhirin. Tha po për çdo natë posha që po më vrasin bashkë me Samion plumbat. Edhe ju tregova prindve. Tha po një sen nuk e kum tregu as motrës, as motrave, as vllaut që 25 vite, as nipave që ata të vramit kanë lanë 12. Ky vogli kishte pas një dashnore, që kjo vajza ka ditë që ka pas një dashnore, po i ka thonë, të lutem, mbyllë e shtinë në varë, që shka Samio që është në varë, mbyllë atë, vazhdojët i jetën, ka thonë, të dashurës së vllaut. Edhe mas 25 vite ma ka tregu, ajo plaka që ka qenë në zinxhir, kishte qenë e shpune me plumb, dhe thëtë në plak ishte ra plumbi që
është edhe në foto,